krejt salata kur të prenë. Kom lexu edhe kom pa shumë epizoda, domethënë të ushqyrit, për shembull shumë pak e përdorin thikën ose premjen, shkaku që i humb mineralet. Po, i humb çikja. Unë e kom pa që nështë që ajo fort nuk Ka zez. qenë, po ta rikthej Alban me Lenën në një emision muj më parë. Lena tha spanaçi edhe gjanat e gjelbërta është mirë mos me i pre me thikë po me dorë për shkak të kësajna. Edhe ka qenë një koment epik që na kemi diskutuar me Lenën, po na e hojmë atë sallatën me pirun tekrit. Kështu që ku me çin si tani. Çati disa medal, po. Po, kështu që janë studimet çdo mirë që janë, inovacionet mirë që janë, po janë disa që ndoshta edhe nuk kanë dëme të mëdha që sa janë benefitet. Benefiti i konsumimit sallatës është shumë më i madh se humbja asaj çka bëhet përmes thikës në këtë rast. Gjatë. Kur e shef shembull që tu gatuar, për shembull të më thonë që tash unë i mora çift të reja diçka të qenë fresta, edhe kur të shet që e ke tepru, për shembull do bosa si madhe, që s'ke nevojë një çit cake, aftën. Okej, ma vonë. Ma vonë ai darka ai diçka diku shumë i sana thot hajde sa të jam edhe do sana.